Pas një muaj agjerimi e sakrifica shpirtërore, besimtarët musliman kremtojnë festin e Fitër Bajramit. Komuniteti musliman i Shqipërisë dhe besimtarët u mblodhen në sheshin Skënderbej për faljen e madhe në Tiranë. Ceremonia nisi në orën 6:45 me leximin e Kuranit dhe ligjëratën dhe më pas vijoi me faljen e madhe në shesh. Në ditën e shënuar të Fitër Bajramit, autoritetet më të larta shtetërore të Shqipërisë kanë dërguar mesazhe urimi për besimtarët musliman, duke theksuar rëndësinë e kësaj feste dhe vlerat që e përfaqëson në jetën shpirtërore dhe shoqërore. Presidenti Bajram Begaj, në urimin e tij, ka cilësuar këtë ditë si një mundësi për të reflektuar mbi sakrificat dhe përpjekjet e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. E gëzuar Fitër Bajramin, jam sot në komunitetin musliman për t'i uruar të gjithë besimtarëve musliman, por të gjithë shqiptarëve, gëzuar Fitër Bajramin, qoftë kjo ditë e shënuar, një ditë solidariteti, një ditë mirësie për gjithë shqiptarët. Kryeministri Edi Rama, gjithashtu, ka shpërndar mesazhin e tij të urimit për besimtarët. Ai e ka cilësuar këtë festë si një moment të veçantë për çdo musliman, duke theksuar për kushtimin dhe sakrificat që bëhen gjatë muajit të Ramazanit. Kryeministri ka theksuar se përveç shpërblimeve shpirtërore, agjerimi ka ndihmuar gjithashtu në forcimin e ndërgjegjjes kolektive dhe të solidaritetit. Zoti jo pranoft lutjet dhe jo shpërbleft për të gjitha sakrificat. Ky është një moment për të bashkuar si kom dhe për të vazhduar në rrugën e përparimit në paqe dhe harmoni, ka thënë Rama. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali uroi komunitetin musliman shqiptar me një vizitë në Seli dhe të gjithë besimtarët, teksa dha dhe një mesazh për mediat pas daljes nga godina. Sot është një ditë e gëzuar për gjithë besimtarët musliman, dita e Bajramit madh, që quajmë ne Fitër Bajramit, është një ditë që na bën bashk pas muajit të agjerimit, të sakrificës, edhe të lutjeve gjatë muajit Ramazanit. Besimtarët musliman vinë për pranimin e sakrificave e lutjeve të tyre. Por kjo është një ditë që rrezaton përtej komunitetit musliman dhe i gjej rastin të uroj të gjithë shqiptarët, këtu në Shqipëri, po dhe në diasporë, në gjithë trevat shqiptare, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, në Luginë e Preshevës, në Greqi, e kudo. Kryeju i Partisë Demokratike Berisha uroi sot besimtarët musliman për festin e Fitër Bajramit. Pas vizitës në komunitetin musliman shqiptar në një proncim për media, ai tha se nëse vjen Partia Demokratike në pushtet, do të fishohet fondet për komunitetin fetar dhe do të përcaktohet me ligj falja ditën e premte. Erdha për të uruar Fitër Bajramin kryetarit të komunitetit musliman, Kryeministri Zotit Sfahiu, bashkëpunëtorëve të tij dhe në këtë rast të gjithë besimtarëve musliman që kanë agjëruar, por dhe të gjithë besimtarëve të Zotit, këtë ditë të nderimit, të përkushtimit, sakrificës dhe përkushtimit të njeriut ndaj të Mallit Zot, vlerave hyjnore në të mira. Liderët e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë uruar qytetarët të vendit për festin e Fitër Bajramit me mesazhe për mirësi dhe tolerancë. Presidenti Osmani tha se kjo ditë feste duhet të jetë një moment reflektimi, dashurie dhe mirësie për të gjithë ne. Uroi që lutjet tuaja gjatë muajit të shenjtë Ramazanit të jenë pranuar, e që shtëpitë tuaja të mbushen me paqe e harmoni e bekime, tha ajo. Kurti gjithashtu uroi besimtarët duke bërë thirrje për mirësi dhe shëndet. Qoftë ky muaj rikthim të vlerat më të pastra njerëzore, dashuria, mëshira dhe solidaritet.